Hajvalia fiton ndaj Drenicës dhe i afrohet në maksimum skuadrave kryesuese në tabel, duke u rikonfirmuar si njëra prej pretendenteve për titullin kampion. Hajvalia se çlioi fitoren e dytë në udhëtim këtë edicion fal 3 golave në pjesën e dytë, me djemtë e Ismet Munishi që treguan karakter të madh në fushë duke rikthyer avantazhin në minutat e fundit. Pjesa e parë nuk sjell shumë histori, me rastin më të mirë që i takon mysafirëve përmes Semir Zenelit, i cili huq këtë rast ideal duke gjuajtur mbi port. Vendësit bëjnë zhurmë 2 minuta para fundit të pjesës së parë duke kërkuar penallti në këtë situatë, por gjyqtari kryesor Glamos Shala heq dhe pjesa e parë mbyllet 0-0. Në minutën e 59 Hajvalia kalon në përsipër mes Liridon Lecit, por Drenica reagon dhe barazon pas vetëm 3 minutash me këtë super gol të Taulan Dajakut. Hajvalia rimerr lojën dhe krijon disa raste, por centimetrat rrethojnë Berat Hyseni në Albër Prekazin dhe kështu rezultati mbetet i barabartë. Golin e shumë kërkuar Hajvalia gjen në minutën e 84, kur kapiteni Gzim Gashi shënon nga distanca për 2-1. Në Bajram Aliu e presin një gol tjetër të Drenicës për barazimin 2-2, por Azem Ahmeti heq të gjithë në minutën e 88 duke shënuar për rezultatin përfundimtar pas asistimit fantastik nga Leart Emini. Trajneri i Drenicës Fadil Rama u shpreh kështu pas ndeshjes. Po normalisht që na lën dëshpërum, mirë po duke pasur parasysh kundërshtarin i cili nifet si një ekip i fortë dhe një ekip mirë i organizuar. Mendoj se ka qenë një lojë e mirë e nivelit të mesëm, ku të dyja ekipet treguan formën e duhur dhe kryejnë raste shënimi, mirë po unë mendoj se Hajvalia arriti në bazë të eksperiencës të konkretizoj ato raste. E Ismet Munishi pati fjalë të mëdha për kundërshtarin. Është e vërtetë që do me thonë këtu e mbu kampion edhe me Vushtren, është e vërtetë që me thonë mas Drenicës kom fillu punën Hajvali, më lidh shumë çka me Drenicën, edhe prap me thonë një fitore shumë e madhe sot këtu kundër një ekipës e cila luan futboll më së miri në Kosovë. 2-3 herë na vu në vështërsi me pasime të shkurta dhe praktikisht ishin të papërmbajtshëm. U rikthym, gëzon fakti që u rikthym, avansum, u rikthym pas një barazimi gjetëm fort që të rikthehemi në lojë. Këta e bën ekipa e cila me të vërtet ka tipare që të luftoj për titull, edhe lojtarë të cilët me të vërtet janë kampion, sepse të avansosh 1-0, të barazohet rezultati dhe të rikthehesh prapë në lojë, me të vërtet gjitha meritat ju shkojnë futbollistëve, të cilët sot ishin me të vërtet shumë mirë edhe tregon një lojë shumë cilësore. Java ardhshme rezervon një tjetër sfidë të vështirë për Drenicën sepse luan ndaj Gjilanit në udhëtim, ndërsa Hajvalia pret Vushtrinë në Kizhnic.